njeriu mund të jetë i ndërtuar, i veshur me petkë të mirë apo i parfumosur me parfum të mirë. Nuk është kjo ajo që e përfaqëson njeriu, po e brendshme e atij. Ky është ndërtimi real. Prandaj sot njerëz për shembull të ndërrozë, sa shpenzojnë kohë, mund, angazhim, para për ndërtim të brendshëm e sa shpenzojnë për ndërtim të jashtëm. Shikoj sa kohën e kalon njeriu për shembull për me zgjidhë teshën e duhur, parfumin e duhur, më duk duhur, ndërsa gjatë ditës nuk gjen për shembull kohë, qoftë edhe 15 minuta, m'ia kushtu zemrës së tij që me e ballavazhu këtë zemër me një adhurim të zemrës, dashuria ndaj Allahut, mbështetjen e Allahut xhallahu ala, sa kanë zemër tonë nga këto adhurime kështu me radhë. Ai ky është realiteti i jetës, ky është ndërtimi i duhur. Dhe kjo vazhdon pastaj me ndërtimin edhe të fëmijëve tanë, të gjeneratave. Duhet me ndërtu në besim, me ndërtu në adhurim të Allahu xhallahu në brendin, pastaj jashtë me ndërtohet lehtë, por e brendshme është më rëndësi me ndërtu. Dhe ky është ndërtimi më i vështirë. Për këtë arsye ky ka qenë roli i pejgamberëve. Pejgamberi nuk kanë me ndërtu dunjon jashtë. S'ka dhënë njerëz me ndërtu shtëpiat, banesat. Kjo është çështje e njerëzve. Ka dhënë me ndërtu të brendshmën, që pastaj i marr kuptim me ndërtimin jashtëm. Nuk kanë pejgamberi me ndërtu, domthonë rrugë dhe parqe kështu me radhë. Kjo është çështje e njerëzve, që ata rregullojnë dhe organizojnë jetën. Pejgamberët e Allahut janë dërguar për me ndërtu njerëz nga brendia. Prandaj, ai që angazhohet, ai që punon në ndërtimin e njerëz nga brenda, që ky ndërtuesi kryesor. Dhe ai që punon me i prish njerëz nga brenda, është fesaxhiu më i madh, edhe pse i ndërton njerëz në të jashtëm të jetën. E kur ndërton banesa, kur ndërton rrugë, parqe, po i prish njerëz nga brendia, nuk ka ndërtues ky. Ky nuk është ai që i zhvillon. Për shkak se prishja e njerëzve nga brendia hub kuptimin edhe që kanë nga ndërtimi i jashtëm. Dorsa e kundërta jap kuptimin e duhur. Andaj Allahu xhallahu betohet në shtëpi të ndërtuar me adhurim. Edhe shtëpia tona të ndrozur, sa angazhimi bëhet dhe mirë pse jo lamna me pas shtëpinë e mirë, me pas shtëpinë e gjanë, me pas të rregulluar bukur, është nga bukuritë e dunjas, kjo s'kontestohet. Mirë po, i tër fokusi, e tër brenga të jetë, pastrimi i shtëpisë, rregullimi i shtëpisë, largimi i pluhurit, rregullimi i orientimit brenda, ndërsa zemra është pluhuros që moti, zemra e ka kapluar moti, domthon pluhuri i gafletit, i hasedit, i shumë gjërave që e dëmtojnë zemrën, është padyshim qasje e gabuar. Prandaj po për orendit, po për rregullimin, po për pastërtinë, krejtë rregull to. Mirë po me ditë ku ka vënë. Në esencë, a ka rregulluar zemrën? Kur i ke ndru orendit e zemrës herën e fundit, në kuptim të shtimit të adhurimeve, përmirësimit të adhurimeve, çish duket zemra? Nëse për shembull e krahasojmë të ndërgozë pamjen e zemrës me pamjen e shtëpive tona, cila del më e bukur? Sa del me pastër, sa del me rregulluar. Kështu do të me pas qasje besimtarë. Rregulloje zemrën, rregulloje të brendshmën, rregulloje pamjen që Allahu shikon te ti në zemrën tënde. Pastaj në të jashtëm.